Tash si po flas shqip. Për ju, për shembull që po ikni pas mendjet së ti, pjellës së djalit super pjellës së djalit Sali Berisha. Siete una fogna, non toccate questo bandiera del Skënderbej. Këto puni di unë. Në rregull, jemi në rregull tu. Për arsye se kjo është punë, erdhi një evgjit aty nga bari. Ai thot jam i antimafjes. Po ai është një bysqir muti, një bi buçe, e fliste për kanunin, kanuni, domethënë, kjo banda shqiptare, çfarë banda shqiptare? Organizohen me kanun. Ishin një dy indianë që dëgjonin se unë nuk i njoh. Është kjo video atë du para në datën para disa ditësh. Atë duhet nu. Ata dëgjonin si bufa, a Bangladeshës. Nuk e marrë vesh kush ishin ata. Ai fliste, qa mafje kërkon ky bysqir muti, ky arigjiu barit centrale. Qa mafje? Unë këtej, se janë organizuar, ju nuk i kuptoni gjërat. Këta janë organizuar me Italis, karikon aty. Edhe ai Sali Berisha, pjella e djallit, ka marrë flamurin, ideologjin, për të vrarë presidentin Trump. Ma presidenti Trump e këtu i mbrojtur. E shkoni? Është kjo folje. Është këtu e kam në italisht. Apo e do një shqip, po e lexoj shqip. Është artikulli 1, ke artikullin 2, ku është kjo është e super Iranit, Ashley Babbitt. Va bene? Che è ammazzato da Obama perché Obama non è umano. Vedi, tash kemi artikullin 6. Presidenti Tribunale Patriota Europeo dhe artusi i Kostitucione Giuridica Europeo, Luan Fasliamiti, përfundoi se shkruari Kostitucione Giuridica Europeo u gjendërethua nga 4 vëllezër. Gheddafi, Berlusconi, Putin, Lukashenko. Ho aggiunto Trump, questa di Iran, questa da Corea del Nord e la Cina Popolare. Sono pilastri di esistenza di umanità, codici di esistenza umanità. Sali Berisha është codice di esistenza di diavolo. Volete ammazzare Trump? Voi che siete giri. Non toccate, perché Skënderbej non è Garibaldi, ladro di cavalli. Ladro di cavalli, con orecchie tagliate. Nelusa, capite o non capite?